KZAZ-je. Ndjekim. Momenti incidentit ishte sepse kishte një vot pa kontestuar dhe vëzhguesit në këtë rast nuk e dinë se ishin vëzhgues apo jo, sepse ishin tek pjesa ku rrinë vëzhguesit. E kontestoj me shumë forcë, duke bërtitur me zërt lartë dhe unë u afrova dhe ju thash që qetësoni, do ta shohim votën, ta vlerësojmë dhe do t'ju kthejmë përgjigje. Njëkohësisht ju thash që duhet qetësoni. Ata nisën përsëri duke ngritur zërin dhe duke ofenduar dhe unë ju thash do marr masa për t'ju larguar nga KZAZ-ja. Në këtë rast, ata kaluan prej mjetrin e sigurisë dhe normalisht ju i keni pa dhe pamjet vetë. Në subjekti politik i përkisë? Atëra, vota që po kontestuaj ishte vota e Orlando Rakipit, ishte vota e Partisë Socialiste. Normalisht duhet ishin njerëzit e këtij kandidati. Dhe në këtë rast, ne ishim vetëm për ta vlerësuar dhe për të gjetë mundësinë për ta vlerësuar, për ta ndaluar, për ta vlerësuar. Si shpall kjo votë, vlefshme apo pa vlefshme? Tani, në ato momente nuk na lanë mundësi, sepse në rast se procedura e parashikon qoftë se ka kontestim dhe numëruesit e kontestojnë, duhet mblidhet KZAZ-ja për ta vlerësuar. Dhe këtë mundësi nuk është se na dhanë për ta bërë një vlerësim të tillë. Identifikua dot personat të cilët ju goditën? Ja, nuk i njihshim. Keni depozituar kallëzim penal? Patjetër. Unë kam bërë kallëzim, isha në komisariatin numër 6 që bëra kallëzim. Normalisht kallëzimin e bëra sepse unë personat nuk është si njoh. Edhe presim që policia të bëjnë punën e tyre. Ndiheni intimiduar në detyrën tuaj për sa kohë që procesi i numërimit është duke vijuar tashmë dhe ju duhet të qëndroni deri në përfundim të këtij procesi? Edhe njerëz se ndiheni i friksuar apo i intimiduar në detyrën tuaj për sa kohë duhet qëndroni deri në fund procesit numërimi? Ne jemi të vendosur me kry detyrën tonë. As va fjalë, ne do ta